që dytë keni shoqërinë civile. Hajde i referohemi. Shoqëri civile cilës parti? Jo. Ka shoqëri civile. Unë besoj që shoqëria civile në Kosovë ka shoqëri civile, ka organizata me shumë respekt. Një nga ato që pas një diskutim edhe pa ekuivok e gëzon edhe respektin dhe mbështetjen është Instituti Demokratik i Kosovës, që është i thirrur për të monitoruar punën në Kuvendin e Kosovës. Thotë në një reagim, Instituti Demokratik i Kosovës ndryshimi mënyrës së votimit në mes të seancës, në mënyrë arbitrare nga kryesuesi dhe pa bazë në rregulloren e punës së Kuvendit, përbën shkelje të parimeve procedurale dhe një precedent të rrezikshëm për funksionimin e Kuvendit. Thotë ky veprim jo vetëm që bie ndesh me standardet e një legislature demokratike, por minon edhe besimin publik në rregullsinë dhe integritetin e procesit Kjo parlamentar. është trajtim filozofik pak, por nëse janë ata të fortë filozofi, mirë në gëzona. Shikoni. Kush është po në institut? Instituti Demokratik i Kosovës është instituti që e gëzon mbështetjen shumë madhe publike dhe që do të monitorojnë edhe ty, absolutisht, me shumë kënaqësi. Shikoni, se po flasim e drejta, e kam thënë në disa raste tjera, e drejta, edhe kënaqësi që zoti Gruda këtu përballë paktën e di për çka po flasim, po mendoj. E drejta, kuptimin e gjatë fjalës, i ka disa rregulla. Unë nuk jam dakord të them se rregullat në Kosovë janë perfekte. Këto duhet përmirësohen. Ka mos përputhje, ka gjana. Për shembull, unë jam i bindur, sipas leximeve të mia, se procedura e votimit për kryetar dhe për nënkryetarët, sipas meje është e panevojshme, sepse e obligon fituesin e zgjedhjeve që ta gjej shumicën që tash. Dhe tani kjo është mënyra që SVV-ja po interpreton kushtetutën. Kjo gabimi është dashur me kon kështu. Zoti Grau, kushtetuta kjo është. Nuk kemi na te, po. Kjo është mënyra që interpretohet vazhdimisht kushtetuta. Po flas. Po thua vazhdimisht sipas shefit është duke interpretuar. Po, absolutisht. Do thotë çdo argument që vjen për të zonë të stilit, se ka me kon. Ka sens juridike që po flas. Janë rregulla. Rregulla janë. Po rregullat ne jemi këtu tash, ashtu që jemi pjesë e Kuvendit, që të jenë rregullat sa më fluide, sa më funksionale. Votimi që na obligon tash, obligon fituesin ta bëj shumicën që në start, bjen ndesh për shembull me vendimin e 2020-s, aktgjykimin e gjykatës konstitucione, i cili aktgjykim thotë që nëse i pari se bën shumicën, mund t'i kaloj në diskrecionin e presidentes të dytit. Tash, ose kjo pika votimit duhet të mbetet kështu siç është, dhe i pari ta bëj me do e mos shumicën, dhe ta bëj edhe qeverin pas 2-3 ditëve në javë, sepse ka shumicën, këto dy rregulla, dy mundësi nuk munden me bashkëjetu. Nuk kontestoni kushtetutën, a? Jo, unë mendoj që ju për kontestoni kushtetutën. Jo, leximim personal, që këto dy faza nuk janë të lidhura njëra me tjetrën. Unë çto argumente i kam dëgjuar me çdo deputet që kam debatuar